E në vazhdimit, ftojmë përfaqësuesin e radio televizionit të Kosovës. Unë po i që tash sa ata si dora i heq. E di. Unë edhe qeveria vetë vendosja me mujt këta me patligjona i mysëm. Atëre ftojnë në skenë kolegun tim Fisnik Dërgutin, që ka me ndohë çmimin, inshallah së më shanë zgudzan. Hajde Fis. Mirë mbroma Fis, mirë se na ke ardhur. Mikrofonin ju lutem. Po. Atëherë, po nina mirë që në mesin e shumë artistëve këtu në Gilan. Falenderoj Zikon për këtë spektakël që na jep në tërë territorin e Kosovës. Falenderoj për këtë event. Natyrisht të Ymel që na bën mbrëmjen më të mirë. Edhe ky çmim pa nominime, natyrisht unë si një autor i emisionit që mirët me arkiva, ju të gjithë do të bëni një ditë pjesë arkivave, edhe do t'jeni pjesë e emisionit tim. Unë kësaj radhe kështu kam bisedu me organizatorët edhe e kam ditë për punën e Hivzi Krasniqit. Ka ardhë mirë që jena mësu me nderu njerëz për zgjalli. Edhe është një dokumentar i shkurtër për jetën edhe veprimtarin e Hivzi Krasniqit. Hivzi Krasniqi, gazetar, drejtues dhe autor i shumë emisioneve në radio, në televizion, në gazeta e revista, është lindur më 10 qershor 1953. Shkollën fillore dhe gjimnazin e ka kryer në vendlinje, në Pej. Në vitin 1973, kur ishte 20 vjeç, erdhi në Prishtinë për ta studiuar letërsinë dhe gjuhën shqipe. Në nëntor të vitit 73 e kanë ftuar në Radio Prishtinë, ndërsa më 27 shkurt 74 e ka nisur punën në programin e dytë të kësaj radioje, por vite të tëra punoi edhe në programin e parë, në programin e mëngjesit, të natës dhe në redaksinë e sportit. Në vitin 1975 e ka punuar emisionin e parë argëtues muzikor në televizionin e Prishtinës, Mirë Qofshi, e më pas edhe shumë emisione të tjera. Hivzi Krasniqi ka drejtuar shumë manifestime, turne, koncerte, festivale, ndër të cilat veçohen Akordet e Kosovës. Emisionet e para që i ka drejtuar janë Globi Muzikor dhe Radari Muzikor. Emisioni i tij autorial ndër më të pëlqyerit ka qenë Pa Brenga, por Hivziu ka punuar e ka sajuar edhe një mori emisionesh nga më të ndryshmet. Nga viti 1995 deri në vitin 2000 punoi në të përditshmen Bota Sot, duke përcjellur sportin dhe mbajti faqen e humorit dhe të satirës. Vetëm më dhoni, po? Mund të përgjigjeni? Mendoj se është fjala për Aidën. Ku e gjetët? Po, keni drejt, pikërisht kjo është ajo. Hivziu ka qenë gjithmonë i gatshëm për të punuar me fanatizëm dhe ende sjell kreativitet dhe një dozë të lehtë humori në radio, siç bënte dikur me Lecin dhe humoristët tjerë. Ai ka qenë gjithmonë i gatshëm që me përvojën e tij ta ndihmoj brezin e ri, duke vazhduar edhe sot të jetë mjaft aktiv në jetën mediale. Dëgjuesnëruar, sot na pret një ditë e bukur, një ditë e këndshme, ditë diellore, ditë me pak re të mendafshta të bardha, jo as siç e sjellin në shi e stuhi. Që rëfej për malin zemrën që më përshkon, dua dhe për pladin e pranver kur ledhaton, bashën engjëllore që pates jetoj. Lirisht mund të them që ajo është një legjende e gazetarisë. Falenderit Dani shumë, falenderit dhe natyrisht që çmimin sante do thotë për Hivziu, natyrisht që e ndani ju. Jeni edhe miq. Faleminderit shumë. Edhe keni ndarë shumë gjana në jetë bashkë. Po kjo është tek shusi jam i parë, domethënë krejt këngët më të mira që i kam prej të madhit Hivzi Krasniqi. Faleminderit Hivzi.
Një tekstshkrues I shkëlqyshëm, një publicist I mrekullueshëm, një gazetar shumë I mirë. Urdhno ta jepi unë. Dhe ta që shkruajnë poezi për I me din me dasht. Yzi, urdhno. Ta të bojnë me dasht lisat, jo femnat. Po, vola. Na I shohëm femnat si traktora. Ta tani kështu ashtu, thot Zeni, thonë edhe shumë e shumë miq të mi të tjerë dhe qofshin grupe, qofshin soliste, këngëtarë të shkëlqyer. Mirë po, për çiftin e Danit, Zenit dhe të shumë të tjerëve, po shkruajmë mbrapsht, këta e kënojnë bukur, mirë, kënojnë me shpirt, kënojnë me zemër dhe unë jam shumë I lumtur që kam pasur nderin bashkëpunoj me Danin dhe me shumë këngëtarë të tjerë. Në këtë rast dua vetëm t'ju them, së shpejti edhe Nezhmie Pagarushës nga të më shkruar një tekst, dhe së shpejti e ka komponuar dhe e ka finalizuar edhe e ka orkestruar Efraim Kastrati, si në falenderoj nga zemra, dhe Nezhmia, merrni me mend, me 83 vjetët e saja, o Zot, enda këndon mjeshtrisht në mënyrë hyjnore. Ju falenderoj shumë. Falenderit, shumë falenderit. Falenderit, damë. Falenderit.